Aldo, ç'a ke morë? Racioni, Po pse sa herë vim ta postoljo plaka i picmër? Po të hapet oreksion, atë shohë që të mjetë këtu, normal që të hapet oreksion. Po të t'hapet për hekra po. Eka t'kiste. Përshëndetje, unë jam Visi, sot do t'i përgjigjim gjithë pyetjeve t'juaja që keni bërë në Ilirës Motorsport. Atëherë visi fillojmë me pyetjen e parë, vjen nga Enjo Kaja. Sa sekonda synon me hyrë prep track, në saktë në një pistë përgatitur? Atëherë qëllimi jonë është hym 7 sekonda. Fillimisht, pastaj mrapa do ta ndjek atë 7 që në që deri në mes 7.5, 7.4, diku aty. My Shitbox Project pyet, cila është makina jote e parë? Cila ishte? Makina ime e parë, më sa më kujtohet, Saadi Biza. Ka qenë diku, kam qenë 10 vjeç, më ka pas bu plagu dhurat. Ajo ka qenë makina e parë, Saadi Biza. Një pyetje vjen nga Ersit 17. Ka shkaktuar GTR-ja ndonjë problem serioz që duhet shkota rregulloje? Gjithmonë ka pas probleme sipërfaqësore, jo gjëra të mëdha. Përveç rastit të fundit që isha në mal, na kuti i bjell nga fuqia, domethënë na prishi motorri. Kjo po na vonon më shumë se herë të tjera. Aleci pyet, kur do bësh ndonjë twin turbo performante të çunat e Underground Racing? Atëherë, të Underground Racing ndoshta jo, po aktualisht e kam marrë një Audi R8, model i ri, DTC 2019-s, edhe kam plan ta bëj twin turbo nga Vera, po jo pikërisht ta Underground Racing, ndoshta AMS ose në firmë tjetër. Pyetje nga E Xoxe. Ç'a punon? Unë kam një kompani ndërtimi, edhe kam biznes e familjes. Unë kam vite që më shumë se 20 vjet. Me ish biznesim. Orgest Belba pyet, në cilin servis e keni modifikuar GTR-n? Atë GTR-n e kam marrë në Amerikë. Kur e kam marrë unë ka pas kit tjetër, ka qenë Bus Logic 1500X. Shku me upgrade 1800X, domethënë 68 mm, edhe është bërë domethënë e ka punë miku im Faruku. Jeton në Boston, afër Bostonit. Ai e ka bërë domethënë ndërtimin, pjesën më të madhe ndërtimit të makinës. Eris Rexhepi 06 pyet, ke plan ta bësh GTR-n 3000 brake horsepower? 3000 Erisit thuj ndoshta jo, po diku afër 3000 do shkojë. Beast of the Road pyet, do bësh ndonjë gar drag race shpejti kundër Gogi Potera, pasi në dy raste nuk u bë dot sfidë. Shpresoj që këtë vit do ta përgatisim pistën e Slatinës me ngjitës. Nuk shkruar na është dhënë fjala, edhe nëse do përgatitet, këtë vit do shkoj të marr pjesë prapë. Edhe mendoj që do jetë dhe ai aty, kështu që mund bota e gara famshme që po presin njerëzit nga një vit. Këtë vit mund të realizohet. Një pyetje vjen nga Arlin Zdrava. Top speedi GTR-s, sa shpesha aktuale e makinës dhe fuqia në goma dhe motor aktualisht? Top speedi GTR-s ka qenë kur ishim në Gjermani, që marrëm pjesë në 800 metra, half mile edhe 1000 metra. Me gjysmë fuqie ka qenë diku 350. Kurse peshën aktuale ka 1620 kg. E kemi ul 200 kg nga fabrika. 1820 është GTR-ja me peshën e fabrikës. Kurse fuqi
Domethënë full bus mapin 9 është diku 2050. Ndoshta edhe 2100. Arlind Zdrava pyet çfarë pjesësh ka karbon nga të reja? Me fillu me shpjeguar Arlindit sa pjesë ka karbon këtë rëja na duhet një intervistë komplet nga fillimi në fund. Po parimisht domethënë 70% e makinës është karbon nga bodi jashtë. Kështu që ka edhe shumë gjëra mrena, çka ka alumin, domethënë bazament para kolpit, mbrapa kolpit, tanku keçkenit janë komplet domethënë karbon. Visi, Need for Boost pyet, kur filloi pasioni për makinat? Si çdo apasionues i makinave, më merr meja që pasioni që fëmijë. Unë jam mësuar makinë që jam 7 vjeç. Më jam mësuar plagu, edhe kur s'maj mend domethënë sa më mendon që mos ketë qenë një periudhë që mos ta kem pas mendje makinën. Kështu që pasioni gjithë jetën. Need for Boost pyet sërish, kush ka qenë makina e parë që ke ndërtuar dhe makina e parë e shpejt që ke pasur? Makina e parë që kam ndërtuar, domethënë që kemi ndërtuar që ka qenë serioze, ka qenë Audi RS6, kur e pata marrë në fillim, në 2012 më duket e kam marrë, ka qenë Stage 2 MTM, diku 700 kuaj, pastaj mbrapa çohen në Zvicër, kemi punuar pastaj komplet me turbina, me intake, sistemin e benzinës, shumë punë patëm bëmë atë, dhe patëm arrit diku 1000 kuaj. Kurse makina parë e shpejt që kam pas në vitin 2000 më duket, jo 99 ka qenë fiks, ka qenë Golf 2 GTI 16 valvula ABF. Domethënë për kohën atëherë domethënë mu ka pas duke ekstrem e shpejt, domethënë ka qenë jashtë logjike për kohën atëherë. Ajo ka qenë makina ime e parë, e shpejt. Arlind Zdrava pyet, sa klasë patentash ke bë? Unë që kam marrë patentën, më qenë 18 vjeç, klasi 4 më duket është e para që merret, as nuk jam marrë fare domethënë me marrë klasë të tjera. Edhe shumicën e rasteve më shumë rrim policisë sa e marrën patente, kështu që s'e marr fare me atë punë. Nevojitet patenta klasit e trailit, domethënë remorkës më apo. Kështu që kam plan ta bëj se kur u thoj jashtë, domethënë ikim gjithmonë, domethënë kemi shumë e fat, se s'na kanë luajtur, s'na kanë kërku. Po ajo më duhet. Elio Elezaj pyet modi i parë në makinën e parë. Modi i parë në makinë e parë, Elios, nëse quhet mod, i kam pasur katalikat në 2007-ën, kam pasur një Audi RS4 B4, edhe i kam pasur katalikat, edhe i kam pasur bukën mrena. Domethënë bukën që ka katalika. Mama ne ishte më shumë zhurmë dhe pretendoj që ecë pak më shpejt. Nëse quhet mod, ky ka qenë modi i parë. Gjerioni 16 pyet, kur do vish ty e shpreh për rekordin Slatino King? Do të ma thyni rekordin që të shkoj unë domethënë t'ja u thy rekordin prapë atyne. Domethënë derisa ta maj rekordin vetë, s'ja vlen më shku me të rekordin vetes. Valon A pyet, Visa beson që kemë arritë Slatin Prishtinë 7.9 sekonda? Në qoftë se do ta përgatisin pistën domethënë me ngjitës, siç flitet, besoj se po. Besoj se ka për ty shtatot se gati aty jemi. Domethënë 8-2 kemi bëu në kushtet papërshtatshme për 7 sekonda, domethënë ne kemi afruar domethënë poshtë 8-s, kështu që besoj se 7-9 po të përgatitet domethënë 400 metra pa diskutim. Arlind Kolezi pyet, sa GDR ke se u çmen, 1 apo 2? E di ka mirë Arlindi. Unë kam pasur një GDR tjetër përpara kësaj. Domethënë një model 2015-s, po tani s'më bë tuning me atë, po nuk ka të funksionuar këtu në Europë, edhe pa dalon e ktheva stok. Ndërkohë që bleva GDR-n tjetër e pa ta nxjerr shitje dhe e kam shiti shokut. Domethënë aktualisht e ka i shoku im. Pyetje vjen nga Vleroni Meri. Sa ka kushtuar këtë vetura deri tash? Si kishte emrin? Vleron i Meri. Vleron shumë. Kevin pyet, kur do të bësh me çon gomë parë GTR? GTR-ja është xha që çohet në gomë parë. Vetëm do pistë mirë ngjite edhe kemi pak boost më shumë marrësh parë. Domethënë kur të niset 60 fit, do çohet patjetër në gomë parë. Një pyetje interesante vjen nga Ilir Shima. Jam kurios për pasurinë tënde. Thuhet që ke biznes bare në Londër, si thua, bëjmë bashkë një shtëpi? Shumë interesante. Nuk më interesojnë të gjëra aty. Nuk s'është profesioni jon. Extreme Albanian prap pyet kur do të fusesh në Darno GTR. Nuk s'është nevoja
Dyno mundo makinën jashtëmase, domethënë nga gjithë anët. Domethënë nuk është nevoja për me shty makinën Dyno për me marrë numra. Ajo është thjesht marketing i tunerave, nuk e diçka që as nevojitet. Bushi Kodra pyet, çfarë shtyllë të marrësh GTR-n sepse ishe fans gjerman? Me GTR-n mund bësh gjëra që deri tani makinat gjermane nuk mund t'i arrish dot ato nivele. Kurse me Nissanin mund bësh çuditëra lidhe me fuqinë. Pyetje nga Zeta Gani, marka e preferuar e automobilave. Unë nuk jam tip që kam një markë caktuar të preferuar. Më pëlqejnë gjithë markat e makinave. Domos Audi, BMW, Benz, Nissani, domethënë ke Nissani vetëm GTR-ja, po nuk jam tip që jam i fiksuar te një markë, siç janë ca Audi është më i miri, BMW-ja baba, nuk e di, Benzi, Nana, Honda dhe Fiat. Honda ti e qef. përveç atyre. Kam qenë gjitha përveç atyre. Një pyetje vjen nga përdoda.a. Sa është shpejtësia maksimale që ke ecur me makinë? Me makinë kam hecë 370, me Audi RS6. Në Meksik bëhet fjalë, jo këtu. Po, Meksik gjithmonë. Pyetja e fundit për ty Vis vjen nga Rinor Gjoka. Çfarë bën nga në fundit që të shym Nissanin në fund pistës? Ta fitove? Atë pjesën e shym Nissani e ka fjalën që të fik Nissani. E ka pyetjen fix në mes pistës mas një tetës. Domethënë pa dhe problem edhe u fik realisht. Po aty ishte map 8, domethënë 1850 kuaj do t'i ketë pas patjetër aty. Ka qenë diku 55 PSI dhe unë 3.8 bar boost. Edhe deri në përfundim deri në gjysmë pistës, mas gjysmë pistës u fik makina, domethënë bëm kohën 8.5, domethënë makinë të fikme. Nuk ishte aty defekti, se defekti ishte roundin e fundit, tjetër mas këtij ka qenë domethënë që ata defekti, por na doli një charge pipe, domethënë tub intercooleri, edhe për ne domethënë u fik në mes pistës. Tash i Visi, unë mendoj që të të bëj dhe një pyetje nga vetja ime, se pyetjet nga Instagrami konsumuam. Doja të pyesja veç dragut, çfarë disiplinash tjera ke qef, pasi mbaj mend vitën përpara që ke pas qenë praktikues i driftit. Po, është e vërtet. Driftin e kam pas qef, drifti ka qenë nga të parët, domethënë nga sportet e para që kam praktikuar. Edhe driftin ka pas pëlqyer, më deri diku domethënë me dragun kam më shumë a forca G jep më shumë adrenalinë, nuk e di. Unë nuk arrit të ta shpjegoj me fjalë këtë pjesë, po drifti është interesant, pëlqen. Kurse truck duhet kushte, duhet makina përshtatshme, domethënë. Nuk jam marrë asnjëherë, kam qef, po në shantarven, më shumë do jesha prap ke drifti, nëse do ta bësh një makinë për drift. 5 arsye pse i ke nat Honda. 5 janë pak. Stop racizmu. Është puna, është diçka, është diçka absurde, por makinë shumë avash. Nuk e di, më duket pa lidhje fare. Nuk mund ta krahasoj me asnjë gjë. Okej, për aspirat është mirë, më ta llogarisësh me vagët me këto domosdoshmë për aspirat është goxha e shpejtë. Po gjë nuk duhet të makinë pa lidhje. Nuk duhet të makinë pa lidhje. Okej, le të supozojmë që GTR-ja është map 9. Full boost komplet. Sa e vështirë është ta kontrollosh? Atë map 9 është realisht shumë ekstrem. Po të them map 8, domethënë mas marshit deri treti është diku e përballueshme, po ku merr 4-in pastaj mrapa. Unë nuk shoh asnjë gjë të vjetë gjë, domethënë çdo gjë ngushtohet, çdo gjë zvoglohet. Domethënë në atë moment me 4-in ai shumë ngret pjesa përpara e kofënës, saqë rrugën nuk e shoh fare. Domethënë me ecim më mirë, sa e marron 4-in 5-in. Domethënë nuk shoh asnjë gjë përpara. Për ca veta, mendoj që dragu është shumë e thjeshtë, është shumë e lehtë, se vetëm ndajësh vit drejt, e kupton? Okej, është e thjeshtë për një makinë stok ose një makinë me 500 kuaj, se jep gaz dhe jo vetëm drejt, domethënë nuk do rrezikosh. Kurse unë në pistë nga marshi i parë deri në marsh 5 vallëzoj gjithkohon, domethënë herën të majt, herën të djathtë. Edhe problemi është që fuqia fillon domethënë realisht fuqia maksimale fillon marshi 4.
Do më marrë 4 unë jam diku 240 duke, 250 diçka e tillë. Domethënë fillon të xhiroje në 4 gomat, në marsh 4 me 240 km/h, që merr 5-in, që prap një dhe një gjë më dhe 5-in, deri në 300. Kështu që mund ta imagjinosh vetë domethënë se ç'a lloj rreziku dhe ç'a lloj potenciali ka. Por do preferoje të bëje garë me motor apo mbi motor? Unë i urrej motorat. Gjithmonë i kam pasur urrej. Motori është shumë i frikshëm, shumë i rrezikshëm, kur se kam dashur. Motorat kam qef vllai. Ti shoh domethënë gjithmonë mbrapa pas syri. Çdo lloj motori tjetër. Domethënë bile s'kam qef, po Shqipëri është e pamundur. Kam qef që dikush ta ketë motor ekstrem shpejt. Domethënë se duke ditë sa autobusa do t'i fuça mes, një garë. Po gara reale, jo si kjo gara funi që bona, se kjo gara funi që bona isha diku map 7, edhe map 7 është soft, nuk është shumë, dhe 1400 kuaj në goma, 1500 noshta, një moment marshi 4, mund shkoj 1500. Edhe interesanta ditë në garë ishte që e kishifsha të motorin tu, e lash, domethënë, unë nis përpara dhe e lash vetë, domethënë që tu dute në kamër, edhe e kam heq komën 3 nga gazi, se për arsye slikave, ishim çfry shumë gomat mrapa dhe domethënë e humb të kontrollin shumë, edhe u detyrosha që u drejtonte makina nga heka, do të detyrosha dhe isha komën nga gazi, ta drejtosha, edhe domethënë të jepsha prapë. Domethënë 3 herë kam heq komën nga gazi dhe ndërkohë vetëm e kalosha. Domethënë llogari diferencën. Për gjithë ju që po na ndiqni, gjithë ato kanë ndodhur në Meksik. Nuk bëjmë gara rrugën në kështu gara ilegale, gara bëjmë veç legale. Ishim në pyetje përgjigje me Visin, faleminderit që na ndoqët.